Parlamenti i Kosovës miratoi sot pas 2 raunde votimesh marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Marrëveshja për vijën kufitare, e cila për një kohë të gjatë ishte temë debatesh dhe tensionesh në zonë, është mbështetur nga autoritetet ndërkombëtare, të cilët e kanë cilësuar këtë marrëveshje si një hap shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe qëndrueshmërinë në rajon. Marrëveshja pritet pasohet me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës, Besim Abazi. Parlamenti i Kosovës miratoi sot marrëveshjen e nënshkruar një natë më parë nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë për përcaktimin e kufirit ndërmjet dy vendeve, duke hapur rrugë vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet tyre. Udhëheqësit më të lartë të vendit, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi, u thanë deputetëve se nënshkrimi i marrëveshjes ka ndodhur në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në kuadër të zbatimit të procesit paraparë me planin e kryenegociatorit ndërkombëtar Marti Ahtisari, në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Dhe ju të nderuar deputet, ju lus që të keni parasysh këtë propozim, këtë qasje, po këtë marrëveshje finalisht dhe të përmbyllim edhe këtë cikël që është po ashtu me pesh për aspektet e subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Kjo marrëveshje e rikonfirmon subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, konsolidimin e saj shtetëror dhe forcon pozitën e Republikës së Kosovës lidhur me procesin e legitimitetit të shpalljes së pavarësisë që do të mbahet edhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Marrëveshja është mbështetur nga autoritetet më të larta ndërkombëtare në vend. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Delle, ka mirëpritur marrëveshjen, e cila, siç thuhet në një deklaratë për opinion, tregon për kushtimin e të dyja vendeve për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinësore dhe qëndrueshmëri në rajon, duke përparuar kësaj drejt qëllimit të përbashkët, antarësimit të plot në komunitetin e shteteve euroatlantike. Ndërkaq përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith e ka cilësuar marrëveshjen hap historik, i cili përmirëson qëndrueshmërinë rajonale. Diplomacia investuar nga të dyja shtetet të shpaguar, thuhet në reagimin e zotit Faith. Votimi i parë sotëm në mbledhjen e jashtëzakonshme të parlamentit dështoi të sigurojë numrin mjaftueshëm të votave, me që sipas kushtetutës marrëveshjet e tilla miratohen me 2/3 të votave të deputetëve. U desh një pushim për, siç u tha, Këshilli me shtesë, pas cilit votimi elektronik u zëvendësua me ngritje dore. Sekretaria e Parlamentit numëroi 81 vota në favor të marrëveshjes. Pak qaste pas votimit, shumica e deputetëve u nisën më njëherë për t'u bashkuar tubimeve paraelektorale të partive të tyre politike për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në prill të vitit 2008, komisionet e dyja vendeve filluan shënimin e vijës kufitare, që ishte temë debatesh të rrepta për një kohë të gjatë dhe burim tensionesh në zonë. Në vitin 2001, çështja e kufirit ishte pjesë e një marrëveshje ndërmjet Shkupit dhe Beogradit, marrëveshje kjo e cila që kundërshtuar edhe nga Parlamenti i Kosovës, që në maj të vitit 2002 miratoi një rezolutë që u shpallë e pavlefshme nga misioni i Kombeve të Bashkuara vetëm pak orë pas miratimit. Zgjidhja e kësaj çështje më pas u bë pjesë e planit të kryenegociatorit Marti Ahtisari, ndërsa bisedimet e gjata që quan në marrëveshjen e mbrëmshme synonin të gjenin zgjidhje për qindra banor të zonës kufitare, pronat të cilëve preken drejt për drejt nga kufiri i ri. Autoritetet i siguruan banorët pronat të cilëve mbeten brenda kufirit me Maqedoninë se ata do të vazhdojnë të jenë pronar të ligjshëm, por për caktimi i qartë i mënyrës së shfrytëzimit të pronave duhet të presë komisionet posaçme të dyja vendeve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.